Përshëndetje dhe mirë se vini në Çamiko, një projekt edhe një podcast, në fakt një tryez diskutimi që ka nisur gjatë vitit 2025 e po përmbyll një fazë të rrugtimit të vet. Pa diskutim një fazë mendoj e suksesshme edhe për shkak të komenteve, reagimit të publikut, të gjithë atyre që na ndjekin, pa diskutim edhe zemërstime që është plot me biseda shumë të këndshme, me njohuri, me dituri e patjetër me fakte historike të reja që nuk i ka mësuar kudo në rrugtimin tim si gazetare, por i ka mësuar pikërisht në këtë tryez diskutimi të Çamiko. E vlerësoj shumë faktin që mu besua mua kjo si detyrë, si një mision i cili nisi për të reflektuar më të mirën që ne trashëgonim brez pas brezi nga të parët tanë, për të reflektuar gjithë bukuritë që na i do shpirti edhe i shohim si kartolina në ëndrat tona, po njëkohësisht edhe për të rrëfyer të vërteta, të cilat duhen thënë me zë të lartë edhe që ndonjëherë kanë qenë të fshehura diku në mendjet, në kujtimet, në ndërgjegjen tonë, ndoshta edhe në arkivat e gjithë botës. Kështu që e lumtur që mu dha mundësia që ta bëj këtë podcast. Mund të them sot me siguri që do ta vazhdojmë edhe në 2026. Një mendim që nuk e kisha shumë të sigurt kur e nisa këtë rrugtim edhe kur bisedoja me kreun e fundacionit Qeveria Santasin, me cilën nisëm këtë rrugtim edhe me cilin dua ta mbyll këtë vit. Kemi ndryshuar edhe vendet sepse sot do të lejoj që edhe të më pyesësh për këtë rrugtim. Si të zhdukur unë e thash me zemrën plot në këtë dhjetor, në këtë fund vit, për këtë Çamiko edhe për këtë rrugtim të bukur që kemi sjell për publikun. Në këndvështrimin tuaj, si ka ardhur Çamiko edhe e ka përmbushur atë pritshmëri apo projekt, apo ëndër, apo në një farë mënyre mision me cilën e nise që nga momenti kur ndërtoje edhe porosisje tavolinën e bardhë, ndriçimin e gjithçka tjetër. Mirëmbrëma dhe mirë se të gjitha përsëri në Çamiko. Mirë se erdhe. Në fakt ne do të flasim të dy lidhur me pritshmëritë tona, lidhur me këtë nisëm të Fondacionit Qeveria Santasini, lidhur me reagimin e njerëzve, secili ka komunikimet e veta dhe reagimet vijnë të adresuara dhe në drejtimin tuaj dhe në drejtimin tim. Dhe në base është një moment shumë i bukur për të treguar që si është reagimi i njerëzve, a na mbështesin, a kanë vërejtjet e tyre, a kanë sugjerimet e tyre, në fakt të gjitha i kemi patur. Por ajo që unë do të them është që dëgjoj nga miqtë e mi, dëgjoj nga njerëz të njohur, por edhe lexoj nëpërmjet komenteve që vijnë në Facebook apo në YouTube, shoh që vërtet ka një lloj pëlqimi podcasti, moderimi, dhe për këtë duhet t'ju vlerësoj dhe falenderoj që për një punë kaq të mirë që jeni duke bërë, dhe në fakt unë thjesht po transmetoj falenderimet e të tjerëve, se falenderimi im patyshim që është brenda. Dhe nëse do të kthesha shifrave flasin më shumë se sa këto që ne themi. Mos harroj që sot janë në një kontroll të shpejt që bëra në Facebook gati 5 milion shikues të podcastit Çamiko. Për një rrugtim që është për pak se një vit, unë besoj që është një numër optimist, është një numër motivues, tregon që ka njerëz që na mbështesin çështjen çame. U pëlqen ky podcast për informacionet që sjell, i pëlqen ky podcast për le të themi edhe për personalitetet dhe figurat e rëndësishme publike të cilat kanë qenë ulur në këtë tryez dhe kanë biseduar me juve. Dhe besoj që ka qenë për mua ka qenë një vit shumë i mbar i suksesshëm për Çamiko. Tani, meqense jemi në një bisedë, doja unë të bëja të njëjtën pyetje. Për juve si ka qenë Çamiko dhe a është vërtet Çamiko brenda asaj që pritshmërie që kishit, pasi duke patur parasysh profilin e mparshëm tuaj si gazetare, por jo duke trajtuar një çështje kaq delikate siç është Çamiko, jam i bindur që le të themi mund të ketë patur mbase, mund të ketë patur edhe
nuk them do të frikëra, po merake që si do të pritet nga opinioni publik pikërisht trajtimi i një çështje kaq delikate, të rëndësishme, kombëtare siç është çështja Çame. Nuk kam pasur gjithmonë komente pozitive, duhet thënë kjo, dhe është mirë sepse të gjitha kritikat ne na bëjnë mirë dhe na bëjnë pak më të fortë ose të reflektojmë që të bëhemi pak më të mirë. Madje ka pasur nga ato komente që kanë thënë pse Çamiko, duke nisur që nga emri, edhe unë jam përpjekur si thua ta prezantoj edhe ta them se çfarë është Çamiko dhe nuk është vetëm një valle, por në fakt është edhe një lloj revolte për atë çka ndoshta neve na kanë marrë. Edhe të them të drejtën, në të gjithë të sipërmarrje, emri ndoshta është i vetmi që kam zgjedhur unë dhe mbaj mend në një tavolinë diskutimi me Arben Iliazin. Ne kishim konceptin, e dinim dhe unë kam zgjedhur vetëm emrin. Pastaj kur kam parë logon, e mbaj mend që ka qenë një punë e vështirë edhe për realizimin e logos, megjithatë jeni kujdesur ju për realizimin e logos edhe të studios pa diskutim, por ajo që kam dashur unë të rrëfej edhe përmes këtyre kritikave është edhe të na kuptojnë në një farë mënyrë pse e zgjodha unë këtë emër. Domethënë nisur që nga emri kam pasur kritika. Nuk kanë qenë gjitha komentet vetëm pozitive, kanë qenë edhe komente të cilat na kritikonin. Kjo sepse ka disa element të kulturës që unë i kam trashëguar ndër breza, të cilat nisur që nga fustanella, sot përdoren në shoqërinë greke, qoftë edhe nga politika greke. Dhe ndonjëherë do duhet që përveç se të mos heshtësh, edhe të reagosh në formën tënde. Dhe zgjedhja e emrit Çamiko ka qenë një zgjedhje edhe për të treguar një lloj revolte për ato që na kanë marrë, për ato që është e jona. Dhe Çamiko është e jona, është identitare, mund ta thoja çamërishte, po. Por sot në epokën e teknologjisë, kur njerëzit kërkojnë në rrjetet sociale dhe kërkojnë Çamiko, mua më vinte shumë keq, por jo keq, kisha një revoltë të brendshme se si mundet që si thuaj, barazoj ose të kishte një paralelizëm me kulturën greke. Është një lloj sikurse dua ta përtas gjithmonë fort që fustanella është e jona. Edhe gjërat që më përkasin mua edhe s'ka pse të më marr dikush tjetër. Dhe Çamiko ishte edhe si një formë revolte. Pastaj Çamiko nisi si një emision i cili do fliste pikërisht për këto elemente të kulturës, qoftë edhe për kulinarinë, qoftë edhe për shihet, ngjyrat, manxuranën, edhe gjithçka që unë e shihja të bukur, edhe që mendoja se duhet ta përcjellja në ekran, në rrjetet sociale e kudo. Ishte një nevojë edhe imja e brendshme për ta sjell kështu, edhe më vjen mirë që gjeta këtë vizion, këtë ëndër, një lloj bashkë me ju, bashkë me një ekip, pasë unë nuk jam vetëm, domethënë është gjithmonë dikush që më motivon, është gjithmonë dikush që më shpëton në rastet kur unë kam, si thua, nevojë për ndihmë. Në një farë mënyrë e kam nisur si një mision për të treguar të bukurën, por rrugës mëson që nuk është vetëm e bukur ajo që duhet treguar, dhe një lloj sikurse kam pasur unë dy gjyshe, nga njëra më shtrëfyer deti edhe gjithë bukuritë e natyrës edhe ai peizazhi edhe ato ëndrat e bukura që lidhnin Çamërinë dhe atë. Gjyshja tjetër nga ana tjetër kishte një histori të dhimbshme dhe për të plotësuar një panoramë të gjerë nuk mund të rrëfeja vetëm gjëra të bukura të Çamërisë, por edhe atë anën e trisht, dhimbjen e atyre njerëzve. Nuk e kam menduar që do gjeja dëshmitar kaq shumë, që do prekesha me ta, dhe ka qenë një rrugtim sa i vështirë, aq edhe prandaj them që e kam zemrën plot, se ndonjëherë njeriu ka emocione të bukura. Cili është i ftuari që ka mbetur ose ka shenjuar në memorien tënde gjatë këtij viti? Nuk kemi qenë bashkë, po më ke sjell këtë, si thua, është një, nuk e di nëse më duhet ta tërheq, po unë e shoh si kup edhe si një lloj mirënjohjeje. Domethënë më njëherë pas transmetimit të bisedës me Skënder Beqirin, që me thënë të drejtën ka qenë një takim i vështirë. Domethënë realizimin për të sjell gati 40 minuta kohë televizive që e dëgjojnë tashmë të gjithë, është gati 4 orë regjistrim. Janë kartat të cilat vendoseshin gjatë kamerave,
gjatë kohës së xhirimit, pa diskutime dhe shumë besim se për të bërë një dëshmitar ose një si thua të mbijetuar të masakrave të flas edhe ta çosh në gjendjen që të rrëfej se çfarë e ka tronditur dhe çfarë mban mend nga ajo kohë, të duhet edhe të punosh me personazhin, ti nuk do ta lëndosh, pra në rolin e gazetarit je njeriu që duhet qëndroj ftohtë dhe të raportoj, po nga ana tjetër nuk mund ta bësh këtë pa i sjell në mendje disa ngjarje të trishta. E vërteta është që Dhe ka qenë një intervistë e vështirë. Kjo është e kam parë dhe e di, por kjo është edhe ndër më të klikuarat nga ndër më të klikuar. Në podcastin Çamiko, dhe jo vetëm kaq, po ka më shumë komente, më shumë shpërndarje se gjithçka. Ata më thishë, djali e nusja nuk thishë ato të me. Qara shumë. Ishën 7 vetër, isha u vetëm, ishë dhe një madhe me mosët. Ti ke vajtë parti? Kam vajtur. Ke vajtë? Kam vajtur, po gjyshe ime nuk vajtë. Dëgjo dhe mje? Po. Shumë falenderit. S'ka zje vetëm. Nuk gope mu të ke folë për Qamerinë. Qameri aty ka qënë. Aty e ka gjetur deti. Nuk i vi. Ka frikë më të shesin. Këta qënër. Përndaj, hapën qitë. Qenë se përmendët këtë dhuratë simbolike, që është nga një zonjë në Itali, e cila bën shumë komente, dhe ka disa për cilave dhe ja kam kaluar, bën shumë komente për të ftuarit, për prezantimin tuaj, dhe me sa shoh që edhe atje, edhe asaj zonje i ka, le të themi, ky podcasti me Skënder Beqirin dhe kjo thënie e ka prekur më së shumti se çdo. Po është edhe një thënie që më ka prekur mua, se po të mendosh ai ka qenë i vetmi moment ku unë kam ngelur pa pyetje. Pra në gjithë të rrugtim të madh të Çamikos, mendoj që vetëm gjyshja ime do më kishte lënë pa pyetje, do më kishte ndërprer si thua regjistrimin, po ka qenë një moment që unë nuk e di sa ka zgjatur, po ka qenë një heshtje e jashtëzakonshme kur më pyet a ke shkuar ndonjëherë në Paramësi, dhe në atë moment ai i kishte sytë e përlotur shumë, edhe ishte i vetmi moment që ai nuk donte t'i puthiste qepallat, se e dija që do vëshonin lotët lum ati, po nga ana tjetër unë për ta shmangur edhe për të ruajtur si thua ftohtësinë në këtë lloj situatash, si një gazetare vërtet, unë përpoqja të thoja, po unë kam shkuar në Paramësi, po gjyshja ime s'ka shkuar kurrë, pa pritur më vjen një pyetje, a ndjeve dhimbje, dhe ishte i vetmi çast, se unë po mendoja për sytë e tij, për dhimbjen e tij, dhe ishte i vetmi rast ku unë bëhesha njësh me personazhin, sepse realisht më kujtoi vizitën time në Paramësi, më kujtoi shkollën aty, dhe në një farë mënyre më kujtoi një lloj lotët e gjyshes time. Domethënë sytë e tij ishin sytë e gjyshes time në atë moment, dhe ai që më pyeste mua ndjeve dhimbje, më është rikthyer totalisht vetëm një fragment ku unë jam ulur për të parë shkollën në Paramësi, edhe që se kam treguar kurrë këtë histori, por po se ashtu ku do ta them. Dhe mbaj mend që kam qenë në një vizitë në Çamëri dhe gjithë rrugtimin gjatë Bregdetit e kam bërë shumë e gëzuar që isha aty. Kam parë peizazhe fantastike, të jashtëzakonshme, kam luajtur, kam hyrë në rrugicat me kaldrëm të Paramësisë, kam matur me hapa se ku mund të jetë shtëpia e gjyshes time, me aq sa më kishte rrëfyer ajo.
kam realizuar shumë fotografi dhe në një nga rrugicat mbaj mend që kam qenë shumë e gëzuar. Pra unë e mbaj mend gjithë udhëtimin shumë e gëzuar unë në Çamëri bashkë me kushërinjtë e mi. Dhe mbaj mend që kam luajtur sepse ishin vizatuar disa si thua loja me peta, edhe shumë e lumtur edhe ka qenë është një video, një regjistrim që shpresoj ta gjej edhe ta rrëfej këtu në Çamiko. Dhe mbaj mend shumë të gëzuar deri në një moment kur ulem, mendoj se e kam gjetur shtëpinë e gjyshes time dhe aty pranë ka një dyqan i cili ishte me fotografi të vjetra të Paramithisë edhe tavolina, një tavolinë e vogël e bardhë, po prap të stampuar aty fotografinë. Kam shumë të qartë këtë si imazh. Dhe ulem dhe shumë afër kisha shkollën dhe shija shkollën, aty janë varur burrat e Çamërisë në Çengela. Ka theve 80 ditën pas. Dhe ishte i vetmi moment ku shija atë që ishte tashmja me atë që kishte ndodhur më përpara. Dhe nuk e imagjinoja dot që të hapja atë derën e shkollës dhe të shija varur. Këto lidhe me rrëfimet e gjyshes tënde, besoj. Me gjyshen time. Por pastaj në Çamiko më ka treguar të njëjtën histori Sali Bollati, që ka qenë pjesë e asaj ngjarje. Me të njëjtat orare, me të njëjtat data, me të njëjtat vende. Por unë asë kohë nuk i dija, kam vetëm këtë imazhin, unë e ulur në atë lokal të vogël të Paramithisë me shkollën përballë, me disa fëmijë që shkojnë me çanta në shtëpinë dhe kisha vetëm një pyetje, a e din ata fëmijë që aty janë varë ca burra në Çengela, edhe që askush nuk e dinte, po që shkonin gratë të çonin ushqimin sepse burrat ishin vonuar, kishin përgatitur ushqimin, çonin, hapnin derën dhe shihnin njerëz të varur në Çengela sikur të shiteshin mish. Dhe ishin dy imazhe krejt të kundërta, fëmijët e ardhmja, dhe a e dinin ato dhe a do ta dinin ata fëmijë këtë histori, dhe shkolla që kishte mbetur e njëjta. Dhe aty çfarë ka ndodhur pas ose rruga ime e kthimit nga Çamëria në Shqipëri, unë nuk e mbaj më mend fare. Mbaj mend që deri aty kam qenë shumë e gëzuar, po ai moment reflektimi pastaj më ka bllokuar të gjithë imazhin. Dhe gjithë ky moment bllokimi është i njëjti moment bllokimi që kam pasur në intervistën me Skënder Beqirin, kur më thotë a ndjeva dhimbje, sigurisht që ndjeva dhimbje se imagjinova gjithë rrugicën e shpërndar me gjak, edhe burrat në Çengela. Dhe ky është imazhi i fundit që unë kam nga Çamëria ime, domethënë nga ajo. Dhe ishte një moment që s'dija të përgjigjesh. Ai ishte në lot, unë isha në lot, unë mendoj që ajo ka qenë tronditja më e madhe që kam pasur unë në Çamiko. Dhe nuk është as turp ta thuash se në fakt janë histori që do e shënjojnë gjithkohës, jo mua, po besoj edhe shumë të tjerë që do duhet t'i thonë disa të vërteta ashtu siç janë, siç ishte e vërteta e Skënder Beqirit, siç ishte e vërteta e Rukos Sakos, që pa diskutim më rrëfente të njëjtën histori të Paramithisë me ato burrat e varur në Çengela, e nga ana tjetër kishte lënë të motrën aty të ndarë edhe e sheh pas 40 vjetësh në një Shqipëri që ka qenë e izoluar, që nuk kishte mundësi t'i thonte këto gjëra, nuk kishte mundësi t'i rrëfente këto të vërteta, që ky ka qenë moment i vështirë, i ndjerë e gjithçka tjetër. Aty pastaj kam thënë që, domethënë nëse unë kam qenë e bindur që për asnjë arsye nuk do e shisja historinë e gjyshes time, e gjithë atyre gjyshërve, unë atë ditë jam bindur që nuk ka jo vila në Çamëri, po të më japin edhe pallate mbretërore që unë të hesht dhe mos ta them këto historira. Mi që jemi këtu të heshtja, sa mendon që ka ndikuar Çamiko në thyrjen e asaj tabus së heshtjes mediatike në Shqipëri për kaq vite? Mendoj që ka bërë shumë çka. Pse e them këtë? Sepse nuk kanë qenë vetëm dëshmitarët, pra nuk ka qenë vetëm Skënder Beqiri, Abdul Sulejmani, e shumë të tjerë që ne do t'i sjellim prap në Çamiko, edhe e premtoj unë këtë se kam si mision jetë tashmë që të paktën ata dëshmitar që e mbajnë mend Çamërinë edhe që kanë ardhur nga ato troje të vinë këtu. Nuk kanë qenë vetëm dëshmit, kanë qenë edhe historianët. Edhe këtu në këtë tryezë diskutimi ka pasur historian, unë shpresoj shumë që mos harroje asnjë nga emrat e tyre, po i fundit Marenglen Kasmi, pa diskutim Plum Xhufi, Nevila Anika, Hayreddin Sufi,
historian si Beqir Meta, të cilët pa diskutim i japin një konotacion tjetër të vërtetave që themi ne. Pra nëse ne e themi atë që na është transmetuar, atë që na e thot shpirti, shpeshherë lidhur me emocionet edhe ngjyrosur me gjithë elementet e kulturës çame, ata e rrëfejnë përmes arkivave. Edhe unë mendoj që Çamiko pa diskutim ka pasur këtu rrëfime ose fakte të cilat nuk i kanë thënë as librat e shkollave. Domethënë në një Shqipëri të izoluar gati 50 vjeçare, përfshirë këtu edhe një 10 vjeçar që vështirë sa të merrnim veten, sa të kuptonim ku ishim, në një lloj tranzicioni ku Shqipëria kërkonte të gjente veten. Ende sot që rishkruhet historia e shqiptarëve, mendoj që këtu në Çamiko janë thënë janë zbuluar fakte historike të cilat pa diskutim ndikojnë. Tani, a u pëlqen disave, as u pëlqen disave? Në fakt kjo e mospëlqimit unë që e shikoj dhe komentet, një pjesë madhe të komenteve, shoh që këtyre komenteve janë bashkangjitur dhe shumë grek, të cilët mbase nëpërmjet Google Translate përkthejnë në gjuhën shqipe. Mua më vjen mirë që ata e ndjekin. Jo, dhe unë ndjej mirë që marrin pjesë në këtë lloj debati, sepse ajo që mungon nga politika që nuk futen në këtë debat, nuk futen në këtë diskutim të çështjes, pavarësisht se secili mund të ketë pozicionin e vet, por njerëzit futen. Pra, në Çamiko unë shoh që ka shumë komente të grekëve, padyshim ata sjellin opsionet dhe le të themi, për mua unë do ta quaja propagandën e tyre, sepse është e gjitha një propagandë e ndërtuar prej kaq shumë vitesh për çamërinë dhe për çështjen çame. Por nga ana tjetër jam i bindur që duke parë podcastin, duke parë dhe komentuesit e tjerë, ata njihen dhe me një realitet tjetër, pavarësisht mënyrës se si reagojnë. Pra, një realitet të cilin nuk është në vendin e tyre. Kështu që komentuesit janë të ndryshëm dhe reagimet i kemi nga më të ndryshme. Dhe unë gjithmonë kam qenë i hapur dhe t'i lexoj kundërshtimet e tyre, pa ndonjë revolt, pa ndonjë urrëtie, por siç e përmenda, në fund të fundit ata komunikojnë. Duan të komunikojnë për këtë çështje. Pavarësisht atyre që thonë. Ndërkohë që sikur të kishim këtë lloj komunikimi dhe në nivele të tjera, në nivele politike, do të ishte akoma më mirë. Jo vetëm në nivele politike, besoj në tryeza diskutimi në konferenca shkencore mes historianëve dhe është mirë dhe mua më pëlqen për shembull që një nga pyetjet që i kemi bërë historianëve në Çamiko ka qenë a ke mundur të hysh në arkivat greke. Edhe pse në rastin e Plumxhufit ka qenë i financuar si program, si thuash, kërkimi shkencor nga pala greke, sërish nuk ka mundur, domethënë ka mundur të hyjë në të gjitha arkivat e tjera, por të asaj periudhe jo. Dhe këto e konfirmojnë dhe historianë të tjerë, të cilët kanë bërritur më pas, po e kam fjalën edhe në momentin kur Greqia vetë ofron që hajde dhe kërko, jepi me kërkimin shkencor që të duhet, edhe në ato raste arkivat mbeten në rikonstruksion. Një bisedë që pa diskutim ose një komunikim ose dialog që pa diskutim varet nga politika. Dhe në mënyrë të pashmangshme neve i kemi rënë, domethënë prandaj them që Çamiko nisi si një mision që të mbante larg politikën edhe të trumbetonte kulturën e bukur çame, po nga ana tjetër u bë edhe duhet të bëhet, se në fakt është çështja është politike dhe çështje çame të zhveshur nga politika nuk mund të ketë. Si i pe zhvillimet apo bisedimet e ministres son Spiro Palli me ministrin grek këtë dhjetor? U kthym te politika. U kthyem. Atëherë, padyshim që nuk jam as pak i kënaqur që çështja çame nuk u diskutua, edhe pse si fondacion ne jemi drejtuar ministres në rrugë zyrtare, por e bëm dhe publike njëkohësisht. Kemi drejtuar kërkesën tonë që çështjen çame ta përfshin në bisedimet me palën greke, gjë e cila nuk ndodhi. Por ajo që vura re kësaj radhe në krahasim le të themi me vizita të mëhershme, pash një reagim më të madh nga organizata të ndryshme që veprojnë edhe në diasporë. Domethënë nuk ka patur vetëm një reagim dhe një kërkesë nga ana e Fondacionit Çamëria Sallazini dhe Shoqatës Çamëria në Tiranë, por ka patur kërkesa të ngjashme edhe nga organizata si Vatra
organizata Vatra në Boston, Lidhja e Shqiptarëve në Botë me qendër në Zvicër, ka patur kërkesa të ngjashme edhe nga Shkupi, nga një organizatë Vizion M, nga Federata e Organizatave të Shqiptarëve në Itali FNAI, me cilën e kemi patur disa aktivitete dhe një konferencë së fundmi. Pra, edhe kuptohet dhe nga persona publik dhe në mënyrë individuale. Vura re pra që kishte një lloj le të themi vëmendje dhe jo thjesht si kurioztar të shikonin se çfarë do ndodhte, por dhe si njerëz të interesuar, dhe si institucionet, flas në rastin e organizatave të interesuara për çështjen çame dhe të inkurajonin ministren tonë të jashtme që çështjen çame ta sillnin në bisedime zyrtare me Greqinë. Ne kemi qenë të kujdesshëm që t'i shprehim ministres dhe ta inkurajojmë atë për këtë bisedë në Greqi, jo duke patur urrëtie, jo duke patur shumë nga propaganda greke që i drejtohet në përgjithësi aktivitetit tonë si çam për çështjen çame apo të shqiptarëve të tjerë që kanë, do të thënë, e mbështesin kauzën e çamërisë, duke na etiketuar si irredentistë kur kërkojmë ndryshim kufish, ndërkohë që ne kërkojmë ato të drejta minimale dhe të drejtat dhe themi thelbësore për njeriun, të cilat lidhen me të drejtën e të jetuarit në shtëpinë tënde, të drejtën e pronës, të drejtën e mësimit të gjuhës tënde në vendin tënd, në shtëpinë tënde. Pra janë disa të drejta që në botën moderne sot, në Europën e qytetëruar, gjithë minoritetet i gëzojnë dhe vlerat europiane janë të tilla që respekton të drejtat e njeriut në çdo, themi, në të gjithë dimensionin e vet. Ndërkohë që kjo është një drejtë që i është munguar shqiptarëve të çamërisë. Pra, si hap të parë ne kemi kërkuar që të fillojë të bisedohet lidhur me këtë çështje. Është shumë e rëndësishme të bisedohet. Unë e kuptoj që në bisedat e para që mund të jenë gjithmonë do të ketë, le të themi, pozicionime mbase edhe në distancë të largët, por nëse nuk do të jetë më një çështje tabu, nëse do të jetë një çështje për cilën do të flitet dhe do të ketë kurajo për të folur, jam i bindur që të dy palët do të afrohen tek dhe do të gjejnë një emërues të përbashkët për t'i dhënë zgjidhje një çështje që mban peng, mund ta them me bindje të plotë që mban peng marrëdhëniet me dy vendeve tona. Dhe nuk është çështje thjesht marrëdhënie me dy shtetërore me dy vende, por këto kanë një ndikim dhe një impakt të jashtëzakonshëm dhe në dy popujt tanë, pra edhe në popullin shqiptar dhe në popullin grek. E lidhë me ligjin e luftës? Tu hyn dhe ligji i luftës, sepse nëse ne zyrtarisht jemi në luftë me dy shtetet janë luftë me njëra tjetrën, padyshim që është një klimë jo pozitive dhe armiqësore e mbjell edhe midis dy popujve, ndërkohë që unë shoh një realitet ndryshe. Grekët dhe shqiptarët nuk janë armiqësor me njëri tjetrin. Absolutisht. Janë miqësor dhe ne për grekët absolutisht duke patur parasysh të shkruarën tonë. Edhe marrëdhëniet e gjyshëve të gjyshëve tanë me grekët. Ka patur marrëdhënie korrekte të mira, shkonin festat fetare i bënin bashkë, pra kanë qenë marrëdhënie shumë të mira. Madje mund të them që ne si shqiptarë të çamërisë jemi më të interesuarit se kushdo tjetër, se kushdo shqiptar tjetër për të patur marrëdhënie shumë të mira me grekët. Por marrëdhëniet duhet të jenë korrekte, reciproke, pa cënuar të drejtën askujt. Secili të jetojë dhe të gëzojë të drejtat e veta në shtëpinë e vet. Kaq po kërkojmë. Kurse gjithë kjo propagandë që vjen nga matan kufirit, sigur çamët po kërkojnë ndryshim kufish, to nuk zën vend. Unë mund të them që nga momenti kur shqiptarët e çamërisë u dobuan nga shtëpitë e tyre dhe krijuan organizatat e tyre, asnjëherë të vetme organizatat e çamës, elita çame, nuk ka kërkuar ndryshim kufish, por kthim në shtëpitë e veta. Asnjëherë shteti shqiptar nuk ka kërkuar ndryshim kufish, se nga i gjen propaganda e matan kufirit këto lloj skenarësh, unë nuk jam gjendje ta them, por duhet të dëgjojnë atë që është e vërteta dhe kërkesa e vërtet prej këtej. Tani, është e papranueshme padyshim fakti që për palën greke
gjithmonë kemi të njëjtin qëndrim, duke thënë që nuk çështja çame nuk ekziston. Po Në pse qoftë se janë nuk bërë ekziston këto për hapa Greqinë, pas? për ne Se po të ekziston. mendosh, dikur edhe ka ekzistuar, pra ka kryeministra grek të cilët e kanë pranuar më Konstantinos herët dhe pa Mitsotakis, pritur janë bërë hapa pas. në vizitat e para që ka bërë në Shqipëri në vitin 91-92, kur është pyetur nga gazetarët dhe ka patur diskutime, edhe pse çështja çame nuk ka qenë pjesë e agjendës së bisedimit, kjo mbetet dhe është një vërtet që duhet thënë, por ka patur, le të themi, gjatë bisedë në komunikime të dy kryeministrave, presidentit të asaj kohe, dhe qëndrimi i Konstantinos Mitsotakis, babait të kryeministit të soshëm, ka qenë i tillë që ne nuk mund të flasim sot për kthimin e çamëve, sepse plagët janë akoma të hapura, por ajo që mund të diskutojmë është çështja e pronave. Pra, në vetvete ai pranon që ka një çështje. Dhe pranon madje shkon akoma më tej për të diskutuar për pronat. Edhe pse do të ishte për ne gjesti i dur, do të ishte të kërkonte falje për krimet e kryera, se kanë qenë krime shtetërore. Padyshim nuk ishte faji personal i tij as i kryeministrit të asaj periudhe të Konstantinos Mitsotakis apo të këtyre që pasuan deri tek ky soshmi. Por aman institucionet për krimet e kryera, drejtuesit e institucioneve kur krimet janë kryer nga shteti, ata kanë detyrimin moral, njerëzor të kërkojnë falje. Modele të tilla Europa njeh plot. Ka pas Franca këtë. Po Franca, Willy Brandt është përulur në Varshavë në memorialin e të rënëve. Domethënë ka plot raste të tilla, po këtu kërkojnë burra shteti dhe jo njerëz të vegjël apo politikanë të vegjël që e masin politikën dhe e masin le të themi e masin me qëndrimin e tyre në karrige dhe në pushtet. Në Greqi deri më sot nuk ka patur një nivel politikani të tillë, edhe pse Greqia është një vend antar i Bashkimit Evropian dhe padyshim që pritshmëritë të ishin më të mëdha për të patur një respektim të drejtave të njerëzit. Ne nuk kërkojmë ndonjë gjë më shumë se kërkojnë grekët këtu për minoritarët. Padyshim minoritarët në Shqipëri kur ishin kohën e sistemit të kaluar dhe ata si gjithë shqiptarët nuk kanë vuajtur, por aman kur u hapën rrugët, kur u ndryshoi sistemi, ata kanë patur shkollat e tyre, kanë patur le të themi dhe gëzojnë çdo të drejtë që mund të gëzojnë në një shtet normal europian. Shumë herë më shumë të drejta se gëzojnë minoritetet në Greqi të cilat duhet të thënë që as nuk njihen fare. Kurse në Shqipëri jo vetëm që njihen, por dhe respektojnë të gjithë të drejtat. Ne nuk po kërkojmë ndonjë më shumë. Jo, po para se të mbyll këtë çështjen politike, a bën me faj se prandaj them, domethënë pyetja ishte nëse ne bëjmë regres, kjo nuk është një regres i cili vjen vetëm nga pala greke. Vjen edhe nga pala shqiptare. Tani që të mos bëj avokatin e djallit, Elisa Speropali shkon në Greqi me një spil e cila kishte si thua simbolin e gjenocidit të Kosovës. Ndoshta disa elemente kanë rrëfyer këtë, prandaj pyeta edhe për ligjin e luftës, se detyrimisht ligji i luftës nëse lidhet me ndonjë si thua ngjarje historike, lidhet pikërisht me gjenocidin ndaj shqiptarëve të Çamërisë. Jo, nuk mjafton. Duhet ta themi të plot, patjetër. Këto janë simbolika dhe këto simbolika japin mesazhe. Japin mesazhe. Kurse ne kemi nevojë për lëvizje institucionale. Pa diskutim kjo. Ne kemi nevojë për këto lëvizje institucionale që nga vendi jon në radhë të parë, që nga Parlamenti i Shqipërisë, që për mund të them 34 vite, 35 vite që jemi në një sistem të ndryshuar, nisma për Çamërinë, u mund të përmend shumë pak. Me gishtat e njerëz dorë. Jo, shumë pak, edhe ato janë shumë. Pra vendimin e parlamentit për të caktuar datën 27 qershor si dita e genocidit dhe shqiptarëve të Çamërisë dhe e dyta ka qenë rezoluta e 2004 që është sjellë parlament. Këto kanë qenë nisma parlamentare për që kanë qenë në interes të çështjes çame. Ndërkohë që një heshtje kaq e madhe për kaq shumë kohë edhe nga Parlamenti i Shqipërisë është le të themi nuk do ta quaja si një
si diçka kombëtare, dhe quaja si këtë lloj heshtje si një lloj pranimi i një realiteti Që grek, shkruajnë por të jo tjerët, realiteti që shqiptar. shkruajnë të tjerët. Po, një realiteti grek, sepse për Greqin ky është realiteti, të heshtim dhe për ta çamët i vazhdojnë i bien kambanës që kanë qenë bashkëpunëtor me nazistët dhe le të themi ikën vet një pjesë e madhe, thonë ikën vet. Kjo është kulmi, domethënë sikur ikën vet, se kush mund tiki nga shtëpia e vet, ndërkohë që ne po flasim për mira të vrarë atje. Dhe këto janë paradokse dhe shpeshherë dhe në këto demagogjin greke ka shumë kontradikta, janë shumë kontradiktor në gjërat që thonë. Por kur shikojmë që edhe institucionet shqiptare pranojnë, le të themi, të njëjtën heshtje, pranojnë të heshtin dhe pranojnë një lloj agjende greke, sepse heshtja është agjendë greke, nuk është agjendë shqiptare. Pikat që do bisedojmë janë pikat që vendosun, thotë Greqia. Më vjen keq që në 35 vite nuk ka qenë një herë të vetme në agjendën e bisedimeve Shqipëri-Greqi, çështja çame. Thua sikur kjo çështje nuk ekziston. Po nëse grekët janë të interesuar për mos ta sjell dhe bëjnë presionin e tyre që çështja çame të mos jetë në këtë agjendë, unë nuk e kuptoj dot palën shqiptare. Pala shqiptare ka një çështje të vetën, shteti shqiptar ka një çështje të vetën, të cilën duhet ta trajtoj. Është një detyrim kushtetues i shtetit shqiptar që të mbrojë të drejtat e shqiptarëve kudo që jetojnë. Flasim për drejtat e shqiptarëve të çamërisë, jetojnë pjesa më e madhe në Shqipëri, por vitet e fundit dhe janë dhe në emigrim një pjesë e madhe prej tyre. Pra ky është një detyrim kushtetues, si para shqiptare ka kushtetutën për Bibël dhe duhet të respektojë pikërisht të kushtetutë. Dhe nuk ka asnjë lloj dileme që të pranoj këtë lloj presioni të Greqisë dhe të na ngrejë si alibi që shteti grek bën këtë lloj presioni dhe ne nuk ndihemi dhe nuk do të flasim për këtë çështje. Dhe her pas here kemi parë padyshim edhe presione që kanë bërë zyrtarët grek, thuar që nga ministrat e jashtëm, kryeministra grek që kanë dashur të intimidojnë palën shqiptare për mos folur për çështjen e çamërisë, duke kërcënuar dikur për futjen në NATO, sot për futjen dhe integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe politikanët shqiptar, drejtuesit e shtetit shqiptar në tërë këto vite, kanë gjetur, le të themi, kanë bërë një pakt për të qëndruar gjatë në karrigen e tyre, në mënyrë që të arrijnë disa objektiva për një pjesë të madhe shqiptare, por një pakt në kurizë të një pjese tjetër të shqiptare, siç janë shqiptarët e çamërisë. Një pakt në kurizë të një çështje të rëndësishme kombëtare. Dhe një pakt, le të themi, në kundërshtim me kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Gjithmonë për të shërbyer pikërisht asaj, le të themi, agjendës greke shtetërore, greke se do të ngatrojmë grekët, por shtetërore greke për ta çuar drejt heshtjes së këtë çështje, për ta shtyrë gjithmonë shumë e më shumë, me shpresën që një ditë kjo do të harrohet, një ditë çamët shqiptarët e çamërisë do të lodhen së kërkuari, por unë them që janë shumë gabim. Kjo nuk është çështje e një individi, dy individësh, një organizate, dy organizatave në Shqipëri, jashtë Shqipërisë dhe diasporës, por është një çështje që shqiptarët e kanë brenda në koshiencën e vet, as popull njerëzit. Dhe padyshim nuk do të rreshin asnjëherë nuk do të rreshin së kërkuari, asnjëherë nuk do të rreshin së le të themi, jo të kërkuari vetëm zgjidhjen e çështjes çame, por është edhe një çështje dinjiteti, asnjëherë nuk do të rreshin së kërkuari një shtet të tyre dinjitoz përballë, le të themi, fëmijët të vet. Sepse të vrasësh, siç kanë vrarë, të dëbosh një popullsi, të kryesh krime që janë kryer në çamëri, dhe në ana tjetër ti akuzosh këta
Duhet të shpjegosh se sa në bashkëjetesë edhe në sa harmoni kanë jetuar gjyshrit e tu me ata ortodoksit aty, dhe nuk është çështje nga Greqia mund të konsiderohet çështje feje. Shqipëria gjithmonë ka treguar që ka një bashkëjetesë fetare fantastike dhe e sheh njeriu përtej asaj që mund t'i veshi kisha apo xhamia. E them këtë sepse në kohën e diktaturës Enver Hoxha, dhe dua ta tregoj këtë histori si histori shumë bukur për të lidhur bashkëjetesën. Enver Hoxha në pallatet e vjetra vuri çamët dhe minoritarët grek i vuri bashkë në një pallat, dhe është pallati i gjyshes time. Tani unë jam rritur me gjyshen time në hyrjen në një nga hyrjet dhe në hyrjen tjetër në Natashon edhe në Avanthin. Të dyja shoqe shumë të ngushta me gjyshen time, pinin kafen bashkë dhe minoritare të cilat po një lloj në këtë Shqipëri të izoluar nuk iknin dot në Greqi. Shihnin shtëpitë e tyre, familjarët e tyre, e gjithë me radhë. Dhe po të njëjtën dhimbje që kishte gjyshja ime që nuk shkonte dot në vendin e saj. Dhe mbaj mend që kur është hapur, domethënë kur janë hapur kufit edhe kur Shqipëria ishte e lirë, në Natasho ka shkuar në Çamëri, ka sjell foto dhe kur kanë pirë kafen bashkë qanen të dyja për të njëjtin vend. Dhe ti aty kuptoje që si ka mundësi shoqe e ngushtë e gjyshes time ishte një minoritare greke, gjithë jetën e saj në Natasho. Një histori shumë të bukur. Tani për ta ilustruar. Dhe kam pyetur gjyshen, kjo është në Shqipërinë e pluraliste. Kur shkoj pas në fëmijërinë e saj dhe e kam pyetur si ishin çamët ortodoks ose vetë grekët me ju para kësaj kohe, duke qenë se nuk është gjenocidi 1944, si thuash politika e spastrimit të çamëve ka nisur shumë herët, ka nisur që kur vendoseshin kufi dikur, njëherë me taksa, njëherë me si ti përzinin, domethënë ti dëbonin. I ka me galoiden. Po. 1824. Pra është nuk është 1924 ajo, po ajo i vuri vulët, si thua. 1824. Që me megaloiden. Dhe në këtë pikë i thoja si ke jetuar ti në ato vite të para në Paramiti. Dhe më thotë që edhe në momentin kur filloi gjenocidi dhe atyre u duhej që të bëshin bashkë në një shtëpi, ajo Sali Bollati e tjerë fëmijë të vegjël në atë kohë, për disa muaj ata janë izoluar në shtëpitë e gjyshes time edhe shtëpitë e muedinëve, i thon ata, sepse ishin shtëpi të mëdha ku mblodhen jetimët edhe gratë apo pleqt që shpëtuan gjatë gjenocidit, gjatë asaj dite. Dhe kanë qëndruar për gati 2 muaj. Kanë qenë pikërisht grekët dhe çamët ortodoks, të cilët i vinin dhe i sillnin ushqime, i sillnin batanie, i sillnin, pra në atë kohë të vështirë ka pasur njerëz shumë të mirë të cilët i kanë mbajtur ata gjallë. Dhe në këtë pikë, edhe pse rrëfente këtë historinë e masakrave, e grave shtatzana që hidheshin në përhumnera, vetëm që mos t'i çaj barku me thik, tregonte edhe këtë histori tjetër që populli është popull dhe politika është politikë. Dhe të vërteta duhen thënë ashtu siç janë, me të gjitha ngjyrat. Dhe në këtë pikë unë po prap e lidh me vizitën time në Çamëri, gjatë rrugtimit në Bregdet apo në zonat që janë pak më turistike, ti nuk sheh asnjë lloj paragjykimi, as se je çamë, ti je një turist i zakonshëm në ato viset e Bregdetit edhe në zona turistike, siç mund të jetë Parga apo Vola. Ta themi Vola, ne? Se neve na takon ta themi Vola dhe ashtu është në të vërtetë. Aty nuk e ndjen, po kur shkon lart në fshatrat të cilat janë të braktisura me shtëpi të rënuara, aty fillon, për shembull në Margëlliç unë nuk kam takuar asnjë që të ketë shkuar në Margëlliç dhe të mos jetë ndaluar nga policia greke. Nuk e di çfarë, domethënë ai rajoni pse është kaq i tmerrshëm, po që të mos jetë ndaluar, të mos jetë marrë telefoni, të mos jetë kontrolluar, të mos ketë shpenzuar 2 orë në si të ishte ai kriminali dhe jo një. Pra kjo është ajo politika që duhet ndajmë gjëra. Kjo është qasja politike, kjo është qasja politike dhe unë do të thosha primitive e Greqisë. Lidhur me akmarrjen në përgjithësi, akmarrja është mund të thosha një mungesë e fortë e të brendshme së njeriu, të karakterit fort, sepse
të mos sakënesh kërkon një karakter të fortë. Dhe padyshim që Të dish të falësh. të dish të falësh, padyshim. Por s'po vjen Por ai kërkimi i faljes. jo vetëm, por do të thosha që akmarrja për mua është shumë primitive në vetvete, akmarrja. Por ne asnjëherë nuk kemi shprehur akmarrje në brenda vetes tonë, asnjëherë nuk kemi shprehur ndaj popullit grek kurse si në mënyrë absolute. Ilustrimi që ju thatë që është shumë i bukur. Të tregon një realitet të marrëdhënieve me shqiptarëve dhe grekërve, jo të sotshme, por të hershmet. Por gjithmonë adresimet dhe kërkesat tona janë në drejtim të shtetit grek, të politikës greke, thuhet dhe asaj shqiptare që ta kërkoj. Po përdor një shprehje shumë të gjetur dhe të duhur nga ambasadori i ndjer Shaba Murati, kur flet për përgjegjësinë që vendet përgjegjësinë për çështjen Çame, dhe ai thotë që përgjegjësinë për çështjen Çame e kanë shteti që shkaktoi dhe shteti i cili ka detyrë ta kërkojë. Unë do të isha shumë i lumtur që një ditë, edhe këtu në Çamiko, një i ftuar i Çamikos mund të ishte një historian grek, le të thoshte të vërtetën e vet. Do të flasin çfarë të duan, nuk besoj që edhe nga ana juaj, po edhe nga ne të ketë komplekse. Absolutisht, unë dua të dialogoj patjetër. Për mua ka rëndësi të flasin. Është një temë e cila nuk duhet të jetë më tabu. Le të flasin. Gjithkush është, le të themi, po kuptohet, një historian është dhe profesionist. Historianëve vetë shkencë, do të cilli, le të themi, fakte, argumente, po dhe këto jo të cunguara, sepse do të përballen me faktet, le të themi, të cilat nuk i thon ata, po që do t'i thon kolegët e tyre. Nëse do të kishte një hap të parë, nëse do të kishte një hap të parë në drejtim të çështjes Çame, për mua hapi i parë do të ishte që dy shtetet të kërkonin ngritjen e një komisioni dy palësh, pas komisioni një tryeze mes historianëve, të cilët ta thyenin këtë tabu, të diskutonin për çështjen Çame, dhe jam i bindur, tu e them me bindje të plotë, që kam një besim që edhe historianët shqiptar patjetër, po edhe historianët grek nuk do të cedojnë, sepse edhe historia është shkencë, nuk do të cedojnë në të vërtetat historike kur të përballen me këto të vërtetat historike. Por ka një gjë. Ajo që bën përshtypje, ju e thatë që edhe në bisedat që keni patur me të ftuarit historianët në këtë tryezë, ju është thënë që arkivat greke janë të mbyllura për historianët shqiptar. Jo vetëm për historianët shqiptar, edhe për historianët e tjerë për të huaj për këtë periudhë të Çamërisë. Pyetja ime është shumë e thjeshtë. Pse kanë frikë grekët, po marr institucionet greke se kanë populli. Pse kanë frikë që të hapen arkivat? Nëse arkivat tona janë tërësisht hapura, të perëndimit po. Kemi problem në arkivave greke që nuk janë të hapur dhe sidomos për studiues shqiptar. Për Çamërinë është e nevojshme, pasi i është nështruar sistematikisht, sikur thash, një manipulimi shumë të rënd historik. Dhe me sa di unë, historianë shqiptare nuk kanë qasje në arkivat greke. Kemi tentuar në kuadrin e këtij projekti që bëm historinë shqiptare për shekën e 20 të çojmë një grup pune, e quam në Greqi, nuk dhan asgjë nga arkivat, madje edhe në bibliotekat greke ju thanë që librat do t'i fotokopjoni me porcione, me 30% të tyre, jo të gjithë informacionin. Gjithë intrigat për Shqipërinë janë gatuar në ato kanceleri, pra në Greqi dhe në Serbi. Shumë të rezervuar, kur ne në arkivat tona kemi politika shumë liberale, pra studiuesit grek mund vinë të shohin të gjithë arkivat shqiptare si studiuesit shqiptar. Pra, ne jemi brenda ligjeve europiane dhe perëndimore. Greqia ka kufizime në këtë mes. Çfarë frike ka? Kjo rrit dozën e dyshimit që atje brenda ka diçka që ata duan që të tjerët mos ta dinë. Sepse ata kanë krijuar një narrativ të atill, e cila, le të themi, duhet ngelet e pandryshuar,
dhe për ne të tjerët që kemi, le të themi, disa informacione ndryshe nga ata, siç i thon pala greke, për ne të tjerët konsiderohet si propagandë atëre. Se nëse nuk do të tregosh të vërtetën, atëherë je duke bërë propagandë. Atëherë diçka po fshehin. Nuk e di se sa mund ndodh që në Çamiko ti kem dy historian, një greke, një shqiptar, për të sjellë, si thua, të vërtetat e tyre dhe dokumentat e tyre. Po dhe intelektual, mbase. Edhe intelektual. Po mbase edhe shqiptar ortodoks të Çamërisë mund të kishim këtu. Ka shumë familje të mëdha që janë në Çamëri sot nga ortodoksit, të cilët kanë kontribute edhe në historinë e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Pra mund të jenë nga më të ndryshmit. Unë besoj që dhe do të uroja që këtë lloj hapje që kemi ne shqiptarët, apo dhe kjo tryezë ku ne sot po flasim, ta ketë dhe pala tjetër, ta kenë dhe grekët. Pra të flasim, ajo që është e rëndësishme të flasim, të komunikojmë, të respektojmë njëri tjetrin. Mendon se me të mohuar ekzistencën, sepse ne çamë na mohojnë ekzistencën, nuk ka çam, nuk ka ne na mohojnë ekzistencën. Me të mohuar nuk ka avancim të marrëdhënieve të mira me të mohuar. Kështu që mund ta heqësh nga librat, po nuk e heq dot nga memoria, edhe nga ajo që ne trashëgojmë. Sa kohë ketë disa njerëz që do flasin edhe do jenë pjesë e kësaj tryeze diskutimi, pa diskutim, ndaj thash në fillim që ka disa momente në jetë, do ta tregoj puna jon, do ta tregoj ajo që bëjmë ne, do ta tregoj fondacioni, do ta tregoj unë me Çamiko, do ta tregoj ndoshta portali, si po ecën portali? Po, dhe portali Çamiko është interesant. Janë shumë shkrime e aktivitetet që bën fondacioni, të cilat pasqyrohen atje. Shumë shkrime për Çamërinë, por jo vetëm për Çamërinë, dhe për çështjet kombëtare të rëndësishme. Është i hapur ai portal për interesat kombëtare. Keni dërguar odë për tempujt e harruar, meqense e kemi këtu, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po si pritet jashtë këtij Ballkani ose jashtë kësaj hapësire ku temat janë të nxehta. Pra, kalon oqeanin dhe sheh një shoqëri të lirë demokratike si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si e perceptojnë ata çështjen çame? Në diasporë është komplet ndryshe. Njerëzit janë të lirë. Njerëzit janë më shumë në kërkim të identitetit të tyre dhe të mbrojtjes së identitetit të tyre, sepse sa më lart ti e kupton sa e rëndësishme është ruajtja e identitetit tënd, sidomos kur jeton në një shoqëri që janë multietnike, siç është rasti i Shtetet e Bashkuara, dhe secili do të identifikohet me veten. Dhe kur shikojnë që ne shqiptarët kemi disa vlera për cilat ne duhet jemi krenar, se nuk na bëjnë inferior ndaj racave të tjera, etnive të tjera, atëherë ne ngulin akoma më shumë që këto vlerat tona t'i mbrojmë, ta mbrojmë identitetin ton. Dhe si njerëz të lirë, unë shoh që një mungesë kompleksi nga ana e tyre, këtu janë të kompleksuar pak më shumë njerëzit, edhe për shkak të presionit që ushtrohet, le të themi, nëpërmjet në çdo lloj mënyre, deri dhe mediatike, po ta themi, në Shqipëri dhe në Greqi, andaj njerëzit janë më të lirë për të pranuar, për të kuptuar dhe për ta mbështetur. Unë kam gjetur një mbështetje të jashtëzakonshme. Jam shumë i lumtur, po nis nga konferenca e fundit që ju përmendëm në Itali, ka qenë një konferencë për Çamërinë, e cila u kërkua nga Federata e Organizatave të Shqiptarëve në Itali, u kërkua prej tyre, dhe bëm një thirrje disa profesorëve të nderuar akademikëve shqiptar, të cilët janë shumë i njohur, të cilët erdhën dhe prezantuan çështjen çame dhe pati një interesim të jashtëzakonshëm. Kur them interesim, nuk e kam thjesht në aspektin numerik që numrat ishin gati 200 vetë pjesëmarrës në këtë konferencë, por interesim në pyetje, interesim në mbështetje që i japin çështjes çame, dhe unë shoh që një pjesë e madhe e atyre njerëzve sot janë persona që ne na kontaktojnë apo na motivojnë dhe na inkurajojnë edhe për çdo aktivitet që ne kemi si fondacion, apo dhe rastin e podcastit mbështeteni jo pak nga këto persona në cilët ne kemi kontaktuar në diasporë. Në Amerikë po ashtu.
kemi qenë bashkë me publicistin, ambasadorin Luan Rama, për cilin mund të them që ka qenë një vit i jashtëzakonshëm i bashkëpunimit të fondacionit me ambasadorin dhe publicistin Luan Rama. Tashmë e them që është pjesë e fondacionit, aktive e fondacionit, dhe është pritur shumë mirë. Ai ka mënyrën e tij të sjelljes. Shumë humaniste, përshëndesim atje. Ka një mënyrë shumë interesante, shumë të pranueshme të çështjes së çame, në mënyrën se si e sjell, në mënyrën se si e kërkon. Në Amerikë është pritur shumë mirë. Nuk ka qenë thjesht një prezantim i odes që ju përmendët, por ka qenë një bashkëbisedim me bashkëdhetarët tanë në Boston, ku kemi qenë. Madje kam një rast shumë interesant në Boston. Një zonjë bën pikërisht pyetjen që ne sapo diskutuam lidhur me kanë shqiptarët një lloj, le të themi, urrejtje ndaj grekërve dhe kështu, dhe duke ja sqaruar pozicionin tonë si çam, që nuk kemi asnjë urrejtje për grekët, por jemi kritik dhe jemi ata që kërkojmë ndaj institucioneve greke dhe shqiptare, meqense po flasim për Greqinë, institucioneve greke që radh parë kërkojnë falje të pranojnë atë që ka ndodhur dhe të respektojnë të drejtat e çamëve dhe të drejtën e tyre për të kthyer në shtëpitë e veta. Dhe duke ju rikthyer dhe historisë atë që e folëm pak më parë, që përmenda faktin që një shekullim përballë njëri tjetrit, se kemi qenë në krahët e njëri tjetrit. Edhe kur kam dalë jashtë, ajo zonjë më thotë jam shumë i lumtur që dëgjova për ju, sepse këtë, le të themi, qasje që ju çamët keni ndaj grekëve, sepse këtu flitet shumë që ju mbani si çam një qendrim armiqësor, kërkoni ndryshim kufish, kërkoni, le të themi, deri atje sa që dukeni të dhunshëm për grekët. Sepse kështu është trumbatuar gjatë gjithë kohës në media greke. Dhe arsyeja pse e bëra këtë pyetje, më tha, është fakti se unë e kam burin grek. Dhe tani, domethënë, duke patur këtë informacioni, di dhe të kthej përgjigje. Pra, ka zënë vend, unë dhe këtë duhet ta them që, le të themi, ka zënë vend një lloj propagande anti-çame nga, le të themi, kryesisht nga pala greke, dhe pala shqiptare nuk ka qenë e aftë këtë, le të themi, që të tregojë realitetin e vet. Padyshim i vlerësojmë dhe ndihma e tyre është e jashtëzakonshme profesorëve që na mbështesin dhe, por kemi nevojë për një, le të themi, lëvizje institucionale, për një qasje institucionale drejt çështjes çame. Pra, mos ngjelet thjesht, le të themi, një në kuadrin e tryezave të tavolinave, le të themi, të diskutimit si çështje e zhveshur nga aspekti institucional. Patjetër, dhe kjo është thirrja kryesore, po unë do të ngacmoj për një pyetje, për një fotografi që rrëfen edhe personazhe nga Danimarka. Më vjen mirë që të gjithë hapa vinë nga Fondacioni Çamëria Santasin, edhe që podcasti është vetëm një mënyrë për të mbledhur, si thua, edhe dëshmitë edhe faktet e gjithçka tjetër. Çfarë do të ndodhë në 2026 me çështjen çame? Çfarë roli duhet ketë Çamikoja? Të dim çfarë pret. Ajo që bën Çamikoja në mbledhjen e fakteve, të dëshmive, është një mbështetje dhe një, le të themi, një suport shumë i madh që jepet, le të themi, dhe punës së fondacionit, lidhur me kërkesat që ne artikulojmë në drejtim të institucioneve. Ju përmendët pak faktin, le të themi, edhe të asaj fotove që kishim tek zbra jon. Unë nuk kam qenë në Shqipëri në atë kohë, ashtu sikurse nuk kam qenë, domethënë, ju e sollët nga Italia, edhe duket kështu si një, ndërkohë unë isha në Liechtenstein, nuk e di ku kam qenë momenti që kanë ardhur si thua ai delegacion, po unë jam ndjer shumë e lumtur se më duket sikur e gjithë kjo gjë që ne e flasim ndër vete nuk bie në vesh të shurdhët, edhe më pëlqen ajo që edhe grekët kanë filluar të flasin për këto takime, po më e rëndësishme është që ne ta dërgojmë këtë dosje, këtë histori edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndoshta edhe të përkthyera në titrime
në të ardhmen si Atëherë dëshmi edhe në dosje. Një hap i parë shedhur, mund Nuk është vetëm një fotografi. Nuk është vetëm një fotografi. Ne gjatë gjithë këtij viti kemi punuar shumë që të mbledhim sa më shumë fakte, dëshmi filmike, pjesë e madhe janë dhe ato që ju keni realizuar, dhe dëshmi dhe të mëhershme, të cilat i kemi përkthyer dhe titruar në gjuhën angleze. Përveç kësaj kemi një le të themi dosje shumë të madhe të dëshmive të shqiptarëve të Çamërisë kur kanë ardhur në 45-ën, deklaratat e tyre, të cilat janë gjetur në arkivin e Ministrisë së Brendshme dhe të Arkivës së Shtetit, të cilat po ashtu i kemi përkthyer në gjuhën angleze, duke i bashkangjitur dhe dokumentin origjinal, foton e dokumentit origjinal, njëkohësisht dhe komunikime të mëhershme që kanë patur shqiptarët e Çamërisë, organizatat e shqiptarëve të Çamërisë, që prej 1913-s deri në ditët e sotme që kanë patur me institucione ndërkombëtare, të gjitha këto pjesë të arkivave, dhe kemi vazhduar dhe me një përmbledhje historike të Çamërisë, të asaj që ka ndodhur në Çamëri, që pas ndarjes së coptimit të Shqipërisë, kur Çamëria 1913 kur Çamëria mbeti pjesë e shtetit të Soçungre, dhe ai është një material voluminoz, rreth 35 faqe. Të gjitha këto janë të përkthyer në anglisht dhe ne kemi adresuar, kemi plotësuar këtë dosje bashkë edhe me rezolutën e miratuar në konferencën që pati fondacioni me FNAI, Federatën e Organizatave Shqiptare në Itali, në tetor të këtij viti, dhe të gjitha këto ne i kemi çuar, i kemi dërguar në disa institucione ndërkombëtare, siç janë Kombet e Bashkuara, raportuesve për drejtat e njerëzit, Këshillit të Evropës, Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njerëzit, një pjesë të madhe të eurodeputetëve, dhe për këtë jam mirënjohës edhe FNAI-t në Itali, sepse ata kanë gjetur gjithë këto komunikime dhe i kanë dërguar dhe si FNAI le të themi këtë lloj dosje të madhe të Çamërisë ndaj në drejtim të këtyre eurodeputetëve. I kemi dërguar në shumë organizata dhe të drejtave të njerëzit të Helsinkit. Kemi patur një reagim nga Komiteti i Helsinkit Danimarkës, na kanë vizituar zyrat tona këtu në Tiranë. Një takim shumë interesant dhe informues. Kishin një lloj informacioni, por padyshim shumë mësuan nga takimi që kanë patur me ne të fondacioni. Dhe të hapur për të, le të themi, për të sugjeruar dhe organizatave të tjera të ngjashme të drejtave të njerëzit në që ato operojnë dhe bashkëpunojnë. Pranverë presim që le të themi të kemi takime dhe në Shtetet Bashkuara për që këtë informacion, dosje që ne kemi përgatitur si fondacion informues për çështjen Çame, ta adresojmë edhe në Kongres dhe mbase jemi duke punuar për patur dhe takime me kongresmen dhe me senatorë në Amerikë, dhe besoj që edhe me organizatat e shqiptarëve në Amerikë, të cilat janë ata që për na ndërmjetësojnë, do të kemi aktivitete të ngjashëm si ai breshjas këtë vit në Shtetet Bashkuara. Them që jemi në një rrugë të mbar dhe besojmë që viti 2026 padyshim do të jetë një vit ku unë besoj që çështja e Çame do të ketë le të themi njohje më të gjëra se sa sot. Kjo fal edhe bashkëpunimit që ne kemi me organizatat e shqiptarëve në shtete të ndryshme, cilët jam shumë falenderues dhe vlerësoj në maksimum mbështetjen që ata po japin, dhe mendoj shumë që dhe besoj shumë që ky bashkëpunim do të jetë i suksesshëm, le të themi, për çështjen Çame. Nuk shpresojmë në mrekulli, padyshim. Por është e nevojshme që kjo çështje të njihet. Ke ndonjë pyetje për mua? Se unë pavarësisht se ndryshova vendin,
E kam ves profesional që bëj pyetje. Pyetja ishte e njëjtë edhe për juve. Si shikon Çamikon në 2026-ën? Cilat janë objektivat? Unë Çfarë pret, le të themi, a pret ta zgjerosh, le të themi, gamën e njerëzve të cilët interviston? Po Si e sigurisht. shikon? Sigurisht, mua ajo që më pëlqen më shumë edhe që kam shijuar vërtet kanë qenë dëshmitë, edhe dua që secilin nga ata që mund të flasi dhe e mban mend çamërinë, e mban mend historinë, të mund ta intervistoj. Ashtu ndoshta i shkoj unë shtëpi më Kjo shtëpi, mbas është një problem, është një ftesë e hapur, le të themi, nëpërmjet kësaj tavoline. Do doja shumë ta kisha intervistuar gjyshen time, kam bërë shkrime në gazetë, ka kaluar kufita i shkrimi, ka shkuar edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çështja është që do doja ta kisha me zë dhe me figurë për shembull gjyshen time. Dhe ato që s'kam bërë dot me gjyshët e mi, do doja ta vazhdoja si mision në Çamiko. Dhe ndonse e nisa edhe e thash në fjalën time që nisa këtë mision vetëm për të rrëfyer të bukurat e çamërisë, tashmë kam si thua kam një mendim tjetër për gjithë të rrugtim që po merr për masa të tjera. Unë nuk e mendoja që një dëshmi e Skënder Beqyrit apo e Avdul Sulejmanit apo e të tjerë personazheve që kanë rrëfyer në vetë të parë çamërinë e tyre dhe ikjen e tyre, ato shpinat që mbanin çarçafët me rroba edhe dhimbje të mëdha, do të shkonin në institucione ndërkombëtare si ajo e Helsinkit apo institucione të tjera që do luftojnë për të drejtat e njeriut. Nuk e kam menduar këtë kur e nisa rrugtimin. Dhe nga ana tjetër ajo që mendoj unë dhe që më ka bërë më të fortë sot për ta vazhduar Çamiko në 2026-ën është edhe një shprehje e Nietzsches. Politikanët do dua ta lidh këtu me politikën e ta mbyll që pavarësisht se nisa për të qenë jashtë politikës, Çamikoja është e pashmangshme që ne mos ta kemi politikën pjesë tonën se nga ajo e kërkojmë zgjidhjen. Edhe ka një shprehje Nietzsche që thotë se politikanët ne na shohin, pra njerëzit i ndajnë në dy klasa, në ato që janë vegla dhe në ato që janë armiq. Unë kam në dorë që si politika ime dhe politika greke të mos më shoh mua si vegël. Edhe Çamiko është këtu për treguar që asnjë nga ne nuk do, dhe ka gjithmonë një tyrez diskutimi, ka gjithmonë një vend ku ata që nuk duan të shesin dinjitetin e tyre të vinë këtu dhe të flasin me mua. Në do të më shoh politika shqiptare armike, le të më shoh, në do politika greke, unë nuk mund ta ndryshoj këtë situatë. Ajo që mund të bëj unë është që nga kjo tyrez diskutimi të sjell mesazhe paqeje, bashkëpunimi, dialogu, pa diskutim edhe një bashkëjetesë të mirë si ajo që ka pasur gjyshja ime me minoritarët këtu në Shqipëri, po edhe me grekët kur ka qenë në Çamëri. Një bashkëjetesë që e duan popujt, po se do politika. Po Çamiko për mua në 2026-ën kjo do jetë të paktën politikat mos më shoh as si armik edhe as si vegël. Edhe kjo shprehje e Nietzsches besoj që do jetë si një lloj motivi për mua për të thënë që kur bëhet fjalë për çështjen Çame edhe për ato sytë e gjyshes time që i trashëgoj unë prap. Nuk e di nëse e mbylla bukur, po Me që se jemi në fund, në lejo të bëj një falenderim, kemi falenderim, o janë shumë në fakt, në disa, po disa duhe, e filloj me ty, për këtë podcast të mrekullueshëm, për ditën e premte që një pjesë të madhe të shqiptarëve, jo vetëm çamëve, po i mban pranë atij ekranit, qoftë të telefonit, qoftë të televizorit, për të parë Çamikon nëpërmjet kanalit ton në YouTube, dhe padyshim është merita juaj që e ke bërë kaq tërheqëse, sepse ne si fondacion mund të kishim iden për ta realizuar, por pa një profesionalitet, pa një qasje ndaj çështjes dhe ndaj të ftuarve, ashtu siç ju keni patur gjatë këtij viti, nuk do të ishim këtu ku jemi sot. Kështu që falenderimi parash për ju. Njëkohësisht ndjej të falenderoj në mënyrë të veçantë dhe
flas tani edhe në kuadër të Fondacionit Çamëria Sant'Asini, të gjithë ata miq të fondacionit, profesorë të nderuar, akademik, diplomat, intelektual, të cilët na kanë mbështetur pas një rezervë, pa kushte, për çështjen Çame, e kanë dhënë çështjen Çame si një çështje të tyre, kanë qenë të papërtuar për të na ndjekur dhe për ta përfaqësuar aktivitetin e fondacionit kudo, jo vetëm në Tiranë. Unë jam shumë i njohës dhe e vlerësoj shumë këtë bashkëpunim që ka me këta profesorë dhe këta intelektual të mrekullueshëm që ne kemi, që janë një aset kombëtar i kombit ton. Ndaj e thash në fillim që unë kam mësuar shumë edhe do të doja shumë që zëri i tyre të dëgjohet nga shqiptarët, të dëgjohet nga institucionet shqiptare, pse jo dhe le të themi ata kufirit e fqinjtar jugor. Dhe kam një falënderim dhe për ata që na ndjekin, sepse na motivojnë çdo ditë, na inkurajojnë për punën që bëjmë dhe pa ta padyshim do të ishte si ej stadiumi bosh. Ata janë që mbushin, le të themi, në thonjza këtë stadiumin ton dhe brorasin apo thrasin apo edhe komentojnë, le të themi se në stadium komentohet ndonjëherë kur do bëhet për punën tonë. E ndjen që kemë shumë miq? Shumë. Dhe jo vetëm në Shqipëri dhe jashtë. Unë dua t'i uroj një vit të mbar, do t'i uroj festat të gjithë miqve, të gjithë ndjekësve të podcastit, bashkëpunëtorëve tanë dhe uroj që viti 2026 të jetë një vit sa më i mirë, më i suksesshëm, më i begat për të gjithë shqiptarët, për aspiratat tona dhe për çështjen tonë kombëtare. Kështu dua ta mbyll edhe unë Çamiko, duke falenderuar sa unë dua të falenderoj ata me të cilët e bëj çdo ditë këtë takim. Një vajzë dhe një djalë që vërtet kanë qenë për mua të vyer, dy njerëz që më janë kthyer në një si thua familje, dhe bashkë kemi pritur çdo kënd që është ndjer i lirë të bisedojnë në këtë pjesë diskutimi. Nuk e di, a ja kemi dalë apo jo, shpresoj të ja kemi dalë, edhe për të bërë një bilanc të bukur të asaj çka ka ndodhur në Çamiko për gjatë një viti. E rëndësishme është që ju premtojmë që do të rikthehemi në 2026 me dëshmi të tjera, me udhëtime të tjera, do të kërkojmë shqiptar edhe gjurmë, si thua, të identitetit ton, kudo ku kanë rrugtuar shqiptarët e Çamërisë, po jo vetëm shqiptarët e Çamërisë. Kështu që premtojmë një 2026 që vërtet emërtohet njëjë si logoja nga Dodona e deri tek Dega e Ullirit. Me Çamikon na ndiqni, ju lëm takimin e radhës më 9 janar. Faleminderit.